Mungesa e shtetit dhe drejtësisë për zgjidhjen e konfliktit të pronës në Baksriol ka prodhuar një tjetër incident të rënd me të plagosur. Mbrëmjen e sejntes, banorët të Baksriolit janë përballur me argumente në emisionin Opinion. Situata më pas ka degraduar në përleshje e dhunë fizike pas daljes nga emisioni. Si banorët pretendues të pronës, por edhe pronari me vendim gjykate pretendojnë se janë provokuar e më pas dhunuar. Fatmir Shpellza, i cili pretendon që ka me dokumente dhe ka konfirmuar me vendim gjykate këtë pronë, denoncon se pas emisionit djali i tij është dhunuar nga banorët duke përfunduar në spitalin e traumës. Sa po dola nga spitali i traumës, ku për orë të tëra kam qëndruar pranë Timbiri, i cili u masakrua brutalisht nga një tuf njerëzish që në vend të dokumenteve kanë në dorë vetëm dhunën. Ata që kanë dhunuar varet e familjes time, dje dhunuan edhe djalin tim, dhe kjo nuk është më një çështje prone. Ngjarja ndodhi dje pasi zgjodha të shkoj për të mbrojtur të vërtetën time në emisionin Opinion, përballë disa personave që prej kohësh kanë ngritur një teori të rreme mbi rrjollin, duke manipuluar ndjeshmërinë e njerëzve dhe duke u paraqitur si pronar apo trashëgimtar të një toke për të cilën nuk kanë asnjë dokument. Ky reagim është pasuar nga i banorëve të zonës që gjithashtu pretendojnë se kanë dokumente pronësie të trashëguara dhe se toka po u vidhet nëpërmjet falsifikimit. Sipas banorëve, ka qenë djali i Fatmir Shpellzajt që i shoqëruar nga disa persona të tjerë ka provokuar dhe kërcënuar banorët pas emisionit në tentativë për të marrë dokumentet. Sipas deklarimit të zotit Prek Molla, konflikti ka nisur pasi djali i zotit Fatmir Shpellzaj e ka provokuar fillimisht duke ndeshur me supë, çka më pas ka sjell një përplasje verbale mes tyre. Gjatë debatit, djali i zotit Shpellzaj është shprehur se kishte ardhur i përgatitur. Zoti Prek Molla deklaron gjithashtu se djali i zotit Shpellzaj ka qenë i shoqëruar nga rreth 10 deri në 15 persona, të cilët sipas tij kanë qenë të armatosur dhe të pajisur edhe me shkopinj bejsbolli. Sipas tij, ata kishin ardhur me qëllimin për t'i marrë dokumentet, pasi kishin menduar se ai ndodhej vetëm. Ai shprehet se është tërhequr zvar nga disa prej tyre në përpjekje për t'i marrë dokumentet, por pavarësisht kësaj, ata nuk kanë arritur të realizojnë këtë qëllim. Pas përshkallëzimit të situatës janë përfshirë edhe banorë të tjerë të rrjollit, disa prej të cilëve kanë mësuar lëndime dhe kanë përfunduar për trajtim në spital. Të dyja palët i kanë bërthirë policisë që të hetojë këtë ngjarje për të parandaluar përshkallëzimin e saj.